Në një intervistë të rrallë dhe të ndjerë, Nida Balluku vendosi të flasë për herë të parë rreth ndarjes nga bashkëshorti i saj, duke e cilësuar këtë periudhë si një nga më të vështirat e jetës. Ajo tregoi se pas shumë vitesh përpjekjesh për të mbajtur gjallë një marrëdhënie që nuk po funksiononte më, vendimi për t'u divorcuar ishte i dhimbshëm, por i domosdoshëm. Ka momente në jetë kur dashuria nuk mjafton më, tha ajo, kur duhet të zgjedhësh mes të qenit i lumtur dhe të mbeturin në një lidhje që të konsumon çdo ditë. Balluku rrëfeu se procesi i divorcit e ndihmoi të kuptonte më shumë veten dhe fuqinë e brendshme që kishte humbur ndër vite. Mësova të mos fajsoj asnjë, as veten, as tjetrin. Thjesht kuptova se çdo gjë ka një cikël dhe ndonjëherë dashuria ndryshon formë, pa u zhdukur plotësisht, shpjegoi ajo me qetësi, duke theksuar se marrëdhënia e tyre ka mbetur në respekt për hir të fëmijëve dhe kujtimeve që ndajnë bashkë. E pyetur nëse është gati për një kapitull të ri në jetë, Neda u përgjigj me maturi. Nuk e kërkoj më dashurinë si dikur, tani dua paqe, sinqeritet dhe dikë që të mos më friksoj për të qenë vetvetja. Këto fjalë prekse u pritën me shumë mbështetje nga publiku, sidomos nga gratë që janë përballur me situata të ngjashme, duke e parë Nedan si shembull të forcës dhe pjekurisë emocionale. Në fund të bisedës, ajo falenderoi njerëzit që i qëndruan pranë gjatë gjithë periudhës së vështirë, duke shtuar: "Jeta është e bukur edhe pas një divorci. Duhet vetëm ngutësim për të ecur përpara, për të besuar sërish dhe për të mos haruar se çdo fund është një fillim i ri." Me këtë mesazh, Neda Balluku tregoi se pavarësisht dhimbjes, ajo ka zgjedhur dritën, qetësinë dhe vetvlerësimin si udhërrëfyes të jetës së saj të re.